Alba ishte ulur përballë Ludos, me duart që i dridheshin lehtë, jo nga i ftohti, por nga gjithë ajo që kishte mbajtur brenda. Syt I kishte të lodhur, si dikush që nuk kishte fjetur jo vetëm një natë, por prej kohësh. Mori frym thellë dhe filloi të fliste, fillimisht ngadalë, sikur po përpiqej t'i vinte rregull mendimeve, por shumë shpejt fjalët filluan t'i derdheshin njëra pas tjetrës. Ludo, unë nuk e di më çfarë të mendoj, tha ajo. Atë natë të festës e pe edhe vetë. Limi po lidhej me Benitën, aq hapur, aq pa u menduar. Nuk ishte thjesht një moment I pafajshëm, nuk ishte thjesht një përqafim kalimtar. Ishte diçka që më goditi drejtë në stomak. Alba uli kokën për një çast, pastaj vazhdoi. Shkova dhe I fola Benitës. I thash, çfarë po bën? Nuk bërtita, nuk bëra sken. Doja vetëm të kuptoja. Dhe ajo më tha, është I dehur. Si të ishte kjo një justifikim për gjithçka. Ajo qesh I hidhur. I dehur sikur deja ta fshi përgjegjësinë. Sikur deja t'i bëj gjërat më pak të vërteta. Por Ludo, sot ishte prap I dehur. Dhe jo vetëm kaq. Filloi të qaj. Me të madhe. Para të gjithëve. Zëri I Albës u drodh. Dhe unë qëndroja aty dhe nuk dija çfarë të bëja. Të më vinte keq? Të zemërohesha? Të ikja? Ai qante, por asnjëherë nuk më pa në sy për të më thënë më fal. Vetëm lot, vetëm alkool, vetëm konfuzion. Ajo shtrëngoi grushtat. Më duket sikur po çmendem. Një ditë më bën të ndihem sikur jam e rëndësishme, ditën tjetër sillet sikur unë nuk ekzistoj. Dhe gjithmonë ka një justifikim, ishte festa, ishte alkooli, ishte momenti. Po momentet, Ludo, krijojnë histori. Dhe kjo histori po më dhem. Alba ndaloi për pak, fshiu një lot që I kishte rëshitur pa e kuptuar. Nuk jam xheloze pa arsye. Nuk jam duke imagjinuar gjëra. I pash. E ndjeva. Dhe kur I fola Benitës, përgjigjja e saj më bëri të ndihem edhe më e vogël, sikur ndjenjat e mia nuk kishin peshë. Ajo ngriti syt nga Ludo. Më thuaj ti, çfarë duhet të bëj kur dikush që thot se ka ndjenja për mua, lidhe. Të me një tjetër para syve të mi dhe pastaj qan nga deja sikur është viktima? Kush po vuan vërtet këtu? Fjalët e saj tani rridhnin si lum. Jam e lodhur nga paqartësia. Nga kjo gjendje ku gjithçka është gri. Ose je me mua, ose nuk je. Nuk mund të më mbash pezull ndërsa kërkon ngushëllim të dikush tjetër. Alba mori frym thellë, sikur pas gjithë atij rrëfimi të gjatë më në fund po zbrazte një barë. Nuk dua drama. Dua sinqeritet. Dhe nëse ai nuk është në gjendje ta jap, atëherë më mirë ta di tani, sado e dhimbshme të jetë. Ajo heshti. Dhoma u mbush me një qetësi të rënë, por për Albën, ajo heshtje ishte më e lehtë se gjithë shurma që kishte pasur brenda vetes. Shtëpia ishte e qetë vetëm në dukje. Ishte ajo qetësia rreme që vjen para stuhis. Alba rrinte pranë pasqyrës në dhomën e gjumit, me krahët e kryqëzuar, fytyra e ngrirë. Limi sillej nervoz në përdhom, duke ecur sa majtas djathtas, duke mos e duruar më heshtjen. Papritur, ai u ndal. U kthye nga Alba dhe fjalët I shpërthyen pa filtër. Ti e ke dhënë 25 herë. Alba ngriti kokën ngadalë. Çfarë the? Limi ju afrua një hap më shumë, zëri I mbushur me inat dhe zhgënjim. Po, e dëgjove mirë. 25 herë. Gabim pas gabimi. Alba qeshi me ironi. Mos e tepro. Por Limi nuk u ndal. Jo, tani do më dëgjosh. Ti e dështake në mënyrën si sillesh me mua. Këto fjalë e goditën Albën drejt në gjoks. Mos më fyej, I tha ajo, me zë të ulët, por të fortë. Po të them të vërtetën, vazhdoi Limi. Ke favorizuar femrat e tjera para meje në këtë shtëpi. Më ke lënë mënjan, më ke bërë të ndihem sikur zvleja. Alba u afrua edhe ajo. Ti je duke luajtur viktimën. Limi qeshi hidhur. Viktim? Alba, ka një javë që jam përkushtuar gjithë kohën ty një javë. Kam qenë pranë teje në çdo moment. Ai ngriti dorën, duke numëruar me gishta. Kur ishe keq. Kur qaje. Kur zdije me këtë flisje. Unë isha aty.
Alba u kthye nga ana tjetër, e prekur, por krenare. Nuk të ka detyruar askush. Kjo fjali e ndezi edhe më shumë. Ja pra. Shpërtheu Limi. Kjo është ajo që më çmen. Sikur gjithçka që kam bërë nuk ka asnjë vlerë. Zëri i tij u drodh. Unë kam lënë veten më njam për ty. Alba u kthye vrullshëm. Dhe pastaj çfarë? Pret medalje? Jo, ja ktheu ai. Pres respekt. Pres të mos më trajtosh si opsion të fundit. Tensioni u rrit. Banorët filluan të afrohen, por askush nuk guxonte të futej në mes. Alba, me sy që i shkëlqenin. Ti më hedh faj mua për zgjedhjet e tua. Limi ju afrua edhe më shumë, por pa e prekur. Jo. Po të kërkoj të pranosh që më ke shtyrë drejt kësaj gjendjeje. Heshtje për disa sekonda. Pastaj Alba shpërtheu. Ti nuk ke qenë i sinqert. Një ditë më mbron ditën. Tjetër më akuzon. Sepse jam lodhur. Bërtiti Limi. Jam lodhur duke të parë si u jep më shumë rëndësi të tjerave, duke më lënë mua në hije. Alba e shtyu me dorë lehtë në gjoks. Mjaft. Limi u tërhoq një hap mbrapa. Ja, kjo je ti kur s'të pëlqen e vërteta, e mbyll bisedën. Big Brother paralajmëroi nga altoparlanti. Banor, ruani qetësinë. Por ishte vonë. Alba, me zë të thyer. Ti nuk e di sa më ke lënduar me këto fjalë. Limi uli kokën për një çast, pastaj tha. Edhe ti më ke lënduar. Çdo ditë. Me indiferencë. Për minuta të tëra, debati vazhdoi. Akuza për mungesë mbështetjeje. Fjalë për xhelozi. Për kushtim i njëanshëm. Pritshmëri të pambajtura. Zëri i tyre herë ngrihej, herë binte në heshtje të rënë. Pas 30 minutash përplasje emocionale, Alba u ul në divan, e shtëruar. Limi u largua në obor, me sytë e skuqur. Asgjë nuk ishte zgjidhur. Por gjithçka ishte thënë. Dhe disa fjalë nuk harrohen kurrë. Atmosfera në shtëpi ishte e rëndë që para se të shpërthente gjithçka. Pas përplasjes së zarfit të zi, askush nuk ishte qetësuar realisht. Alba qëndronte pranë kuzhinës me shikim vigjilen. Benita ishte në obor, e nervozuar, duke ecur sa majtas djathtas. Limi ishte i tensionuar. Dukej sikur donte të fliste, por nuk po gjente momentin. Papritur, Benita hyri brenda dhe me zë të lartë tha. Unë nuk mund të rri më e heshtur. Të gjithë u kthyen nga ajo. Alba u drejtua menjëherë. Çfarë ke? Benita mori frym thellë. Zëri ju drodh, por fjalët dolën të forta. Limi ka tentuar të më kapë me zor në banjo. Shtëpia u ngrirë. Një heshtje e frikshme ra. Kamera u afruan. Disa banor u quan në këmbë. Çfarë? Shpërtheu Alba. Çfarë po thua? Benita vazhdoi duke qarë nga nervi. Më erdhi nga mbrapa, më foli afër, nuk më la rehat. Unë ndjeva keq. Unë ndjeva e friksuar. Limi u zbardh në fytyrë. Kjo nuk është e vërtetë. Ai u ngrit menjëherë. Po më akuzon për diçka shumë të rëndë. Alba u fut menjëherë mes tyre. Limi, ndal. Mos ju afro. Benita bërtiti. E shihni? Edhe tani po tenton të afrohet. Alba i doli përballë Limit me dorë të ngritur. Jo. Qëndro aty. Nuk ke pse ngatërohesh më me të. Limi, i tronditur. Alba, po më shkatëron me këto fjalë. Nuk kam bërë asgjë. Benita u ul në divan me kokën në duar. Nuk po kërkoj mëshirë. Po them si u ndjeva. Askush s'ka të drejtë të më bëj të ndihem kështu. Zëri i Big Brotherit ndërhyri. Banor, qetësi. Akuzat të tilla janë shumë serioze. Labinoti hyri në mes, serioz, i ftodh. Të gjithë një hap mbrapa. Tani. Ai u kthye nga Benita. A je e sigurt për atë që po thua? Benita e pa drejtë në sy. Po. Kjo është përvoja ime. Limi, me zë që po i thyej. Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk do.
Alba e ndërpreu ashpër. Mjaft. Derisa kjo të sqarohet, që i nuk i afrohesh asaj. Pik. Labinoti e mbështeti. Kështu do veprojmë. Tensioni vazhdoi për minuta të tëra. Banorët diskutonin. Disa dyshonin. Disa mbanin. An. Fjala përjashtim, hetim, linjë e kuqe u përmend disa herë. Big Brother ndërhyri sërish. Kjo situatë do trajtohet seriozisht. Deri atëherë do ketë distancë totale mes palëve. Benita qante në heshtje. Limi rinte i ulur, i shkatëruar emocionalisht. Alba qëndronte simur mes tyre. Pas 30 minutash tension psikologjik, akuza, mbrojtje dhe ndërhyrje, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Besimi ishte tronditur. Fjalët kishin lënë plagë. Dhe asgjë nuk do të kthehej si më parë. Fjalë që dalin kur bie nata. Mbrëmja e ditëlindjes së Elionës kishte hyrë në atë pikë ku gjithçka bëhet më e ngrohtë dhe më e sinqertë. Muzika nuk ishte më aq e fortë, por ritmi i saj ende ndihej në ajër. Gotat kishin kaluar dorë më dorë, të qeshurat ishin bërë më të çliruara dhe fjalët fillonin të dilnin pa shumë filtër. Ishte ajo ora e natës kur njerëzit tregojnë më shumë se ç'kan treguar gjithë ditën. Eliona ishte ulur pak më anash, me një buzëqeshje të qetë, duke shijuar momentin. Fustani i rinte bukur, flokët i binin lehtë mbi supe dhe dritat e mbrëmjes i jepnin një shkëlqim të veçantë. Nuk po përpiqej të binte në sy, por prania e saj fliste vetë. Limi, që kishte pirë disa gota më shumë se ç'duhej, e vështroi për disa çaste pa folur. Nuk ishte një shikim i rastësishëm. Ishte ai shikim që vjen kur dikush tërhiqet nga energjia e tjetrit. Ai ndjeu një guxim të papritur, atë guxim që vjen kur mendja zbutet dhe zemra flet më lirshëm. U afrua ngadalë dhe u ul pranë saj. Eliona e vuri re, por nuk u largua. Thjesht e pa me një buzëqeshje të lehtë, sikur po priste se çfarë do të thoshte. E di çfarë, tha Limi, me zë pak të ulët, por të sigurt. Sonte je ndryshe. Eliona qeshi lehtë. Ndryshe si? Ai ngriti supet, sikur po kërkonte fjalët e duhura. Je shumë e ëmbël, tha. Dhe po, je shumë seksi. Fjala ra në ajër, e drejt për drejt, pas bukurime. Jo si fyerje, jo si presion, por si një mendim i thënë pa filtra. Eliona ngriti vetullat për një çast, pastaj buzëqeshi. Nuk u skuq, nuk u nervozua. Ishte mësuar që ndonjëherë njerëzit flasin më lirshëm pasi pinë. Po ke pirë pak, i tha ajo me shaka. Pak, qeshi Limi. Ndoshta. Por s'po gënjej. Ai e pa drejtë në sy dhe vazhdoi, tani më serioz. Je gocë kopertinash. E ke atë gjën si ta shpjegoj që edhe kur rri pa folur, të gjithë të shikojnë. Eliona ndjeu një përzierje emocionesh. Një pjesë e saj u ndje mirë nga komplimentet, një pjesë tjetër mbeti e kujdesshme. Ajo e dinte se gotat flasin ndonjëherë më sër. Unë se mendja. Faleminderit, tha ajo thjesht. Por mos e tepro. Limi buzëqeshi dhe uli pak kokën. S'po të teproj. Thjesht po them atë që shumë kush mendon e nuk e thot. Përreth tyre, festa vazhdonte. Të tjerë qeshnin, dikush kërcente, dikush tjetër tregonte histori. Por për disa minuta, biseda e tyre krijoi një hapësirë të vogël, një flusk ku fjalët kishin peshë. Eliona e ndryshoi pak temën, duke e mbajtur situatën të lehtë. Ajo dinte ta bënte këtë, të mos e prishte momentin, por as të mos e linte të shkonte më larg se ç'duhej. Limi e kuptoi. Ai nuk e shtyu më tej. Thjesht buzëqeshi dhe ngriti gotën. Gëzuar ditëlindjen, i tha. E meriton gjithë vëmendjen sonte. Faleminderit, ia ktheu ajo. Kur ai u ngrit dhe u largua, Eliona mbeti për një çast duke menduar. Nuk ishte hera e parë që merrte komplimente, por çdo situatë ka ngjyrën e vet, ajo e dinte se disa fjalë vijnë nga momenti, disa nga ndjenja reale, e disa nga guximi i gotave. Kjo natë i kishte dhënë shumë emocion. Mbrëmja kishte hyrë në atë orë kur zhurma e festës nuk ishte më aq e fortë, por emocionet ishin bërë më të thella. Dritat ndriçonin but ambientin dhe çdo gjë dukej sikur po ftonte për sinqeritet. Eliona qëndronte pak larg të tjerëve, me mendimet që i vërtiteshin në kokë pa pushim.
Zemra i rritë fort, jo nga muzika, por nga ajo që kishte vendosur të thoshte. Klodi ishte aty pranë, i qetë në dukje, por i tensionuar nga brenda. Ai e ndjente që diçka po vinte. E njihte Elionën mjaftueshëm për ta kuptuar se ajo nuk ishte më në humor për shaka apo për të shtirur. Eliona i u afrua ngadalë. Hapat e saj ishin të sigurt, por zemra i dridhej. Kur u ndal përballë tij, e pa drejt në sy. Nuk uli kokën, nuk buzëqeshi. Ishte ajo Elion që fliste vetëm kur kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Ti po hyn në gjuna me mua, tha ajo më në fund. Zëri i saj ishte i qetë, por mbante peshë. Klodi u shtang për një çast. Nuk priste një fjalë të tillë, kaq të drejtë për drejtë. Pse nuk e pranon që më don, vazhdoi ajo. Pse hiqesh si një njeri tjetër, kur unë e shoh qartë që ti po mbaron për mua? Heshtje. Një heshtje e rëndë, që nuk ishte bosh, por e mbushur me gjithçka që nuk ishte thënë më parë. Klodi uli syt për një moment, sikur po kërkonte fjalët diku brenda vetes. Eliona, tha ai ngadalë, por u ndal. Jo, ja ktheu ajo but, por me vendosmëri. Mos e ndrysho temën. Mos u fsheh më. Unë nuk jam duke luajtur. Po të flas si njeri që ndjen. Ajo mori frym thellë dhe vazhdoi me zërin pak më të dridhur. Çdo herë që më shikon, çdo herë që më mbron, çdo herë që rri afër dhe pastaj largohesh ti po më thua gjëra pa fjalë. Dhe pastaj sillesh sikur nuk ka asgjë. Kjo më dhem. Klodi ndjeu një shtrëngim në kraharor. Ai e dinte që ajo kishte të drejtë. Ishte përpjekur të fshihej pas shakas, pas qetësisë, pas arsyes. Por përballë saj gjithçka binte. Nuk është aq e thjeshtë, tha ai më në fund. E di, u përgjigj ajo. Por as nuk është aq e vështirë sa e bën ti të paktën pranë. Oje me veten tënde. Ai ngriti sytë dhe e pa. Për herë të parë atë natë, pa maskë, pa mbrojtje. Vetëm i sinqert. Po, tha ai ngadalë. Më duket se ke të drejtë. Zemra e Elionës rrahu fort, por ajo nuk u ngudh. Nuk buzëqeshi menjëherë. Ajo donte të dëgjonte të vërtetën, jo gjysmë fjalë. Po mbaroj për ty, vazhdoi Klodi. Dhe pikërisht për këtë jam frikësuar. Sepse kur ndjen vërtet, nuk është më lojë. Sytë e Elionës u mbushën me emocion, por ajo i mbajti lotët. Ishte një moment i madh, i vërtet, dhe ajo donte ta jetonte plotësisht. Atëherë mos u fsheh më, i tha ajo me zë të butë. Sepse edhe unë po rrezikoj duke të thënë këto. Ata qëndruan përballë njëri tjetrit për disa sekonda që dukeshin si minuta të tëra. Nuk kishte nevojë për prekje, as për premtime. Vetëm pranim. Mbrëmja vazhdoi përreth tyre, por për Elionën dhe Klodin, ajo kishte ndryshuar. Diçka ishte thënë, diçka ishte pranuar. Dhe ndonjëherë, kjo është gjëja më e fortë që mund të ndodhë mes dy njerëzve. Sepse një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndihej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë.
Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, syt ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se